Mesazh për forcimin e ushtrisë së Kosovës ka quar kryeministri në detyrë Albin Kurti nga homazhet që i bëri në kompleksin përkujtimor të dëshmorëve në Krushë të Madhe, si dhe te vendi i rënies së dëshmorëve Dalip Behra dhe Bekim Gashi. Në 26 vjetorin e rënies së tyre, Kurti tha se duhet të risillet në kujtesë se sa i madh ishte çmimi i lirisë dhe sa fisnike është përgjegjësia për ta vazhduar rrugën e tyre. Kësaj tha se nga sakrificat e dëshmorëve dalin edhe obligimet për ta forcuar ushtrinë dhe për ta mbrojtur çdo pëllëmb të territorit të Kosovës. Betejat e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë fare të afërta në kohë, dhe pikërisht për shkak se janë të afërta në kohë, ato e rrisin obligimin tonë, që ta forcojmë ushtrinë tonë, ta forcojmë policinë tonë, ta mbrojmë Kosovën anë kënd përgjatë kufirit dhe në çdo metër katror të territorit të saj të pasenueshëm e të patjetërsueshëm. Se forcimi i kapaciteteve të mbrojtjes është prioriteti i qeverisë, ka thënë edhe ministri në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci, gjatë takimit me presidentin e industrisë së mbrojtjes së Turqisë Haluk Gürgën në kuadër të forumit diplomatik të Antalyas. Diskutuan bashkëpunimet që mund të zhvillohen midis dy vendeve në fushën e industrisë së mbrojtjes, si dhe hapat strategjik që do të kontribojnë në sigurinë rajonale. Zhvillimi i industrisë së mbrojtjes forcon marrëdhëniet mes vendeve tona Kosovë-Turqi, si dhe kontribon fuqishëm në zhvillimin e mëtejmë të kapaciteteve tona, duke krijuar vetëqëndrueshmëri për municione të kalibrave të ndryshëm. Këtë vit qeveria ka ndarë mbi 200 milion euro për forcën e sigurisë së Kosovës. Për 4 vjet të mandatit të lëvizjes vetëvendosje në qeveri, buxheti për FSK është rritur nga 67 në 208 milion euro. Kjo parti, e cila i ka fituar zgjedhjet, është zotuar se në mandatin e ri, ushtrisë do t'i ndahen mbi 1 miliard euro dhe do të ndërtohet fabrika e municioneve dhe dronëve ushtarak Made in Kosova.